الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر. Njëra prej fjalëve të urta të ulemave është matlabul arifin min Allahi as-sidqu fil ubudiyya wal qiyam bi huquq ar-rububiyyah. Do thotë kërkesa vetme, dëgjoni mirë, kërkesa vetme e njerëzve që njohin Zotin është një. Veç një kërkesë kanë te Zoti. Njerëz që njohin vërtet Zotin, që janë njerëz rob të Zotit, veç një kërkesë kanë. O Zot, jep na sinqeritet në adhurim. As jep na pasuni, as jep na pozit, as po vi më falën dhe të krijoj një imazh të mirë të tjerë. Unë vi fala me kriju një imazh të mirë të tjerë. Njerëz me mendu që ose unë falja dhe bëj edhe namaz natë ka një herë që me kriju një farë personaliteti, një farë, domethënë, një farë imazhi që njerëz me respektu mu. Ata kanë arrit pej tëna qëtyne mu shvesh. Kur po dalin para Zotit, po thënë, Zot veç një lutje kem. Aman zaman a ki mundësi me na jap sinqeritet në adhurim. Kur që tjetër? Na s'po na vjen neve kur që. Kur të adhurojnë aty po kem çem me qenë sinqert. Zemra jon 100% mund të drejtu ty. Çto është sfida. فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرض